Me ngrohjen e motit dhe shtimin e motocikletave në komunikacion, policia në Tetov dhe Gostivar ka intensifikuar kontrollet në trafik. Gjatë ditës së djeshme, policia në Tetov dhe Gostivar ka zhvilluar kontrolle të përforcuara në trafik, ku janë ndaluar disa drejtues të motocikletave që qarkullonin pa patent shoferi. Në mesin e të ndaluarve kishte edhe të mitur, ndërsa motocikletat janë sekuestruar në përputhje me nenin 297 të kodit penal për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Në Tetov në rrugën e Ilindenit, në orën 15:10 policia ndaloi një motociklet me targa të Tetovës, të cilën e drejtonte personi me iniciale VA, 18 vjeç, nga fshati Kamian, pa patent shoferi. Në Gostivar, në rrugën Vëllezërit Gjinovski, në orën 16:30, u ndalua një motociklet me targat e Tetovës që drejtohej nga një i mitur 16 vjeçar nga Gostivari, gjithashtu pa patent shoferi. Vetëm 5 minuta më vonë, në rrugën e Ilindenit në Gostivar, policia ndaloi një tjetër motociklet me targa të Gostivarit, të cilën e drejtonte një i mitur 14 vjeçar. Kontrollet bijuan edhe në rrugën Beliqisa në Gostivar, ku në orën 17:45 u ndalua personi me iniciale ZP, 36 vjeç, nga Gostivari, ndërsa më vonë, në orën 25 u ndalua edhe personi me iniciale MSH, 29 vjeç, të dy pa patent shoferi. Ndërkohë, në rrugën rajonale Zhelin Siriçin, në orën 18:15, policia ndaloi një 17 vjeçar nga Tetova duke drejtuar motocikletën pa leje drejtimi. Po ashtu në bulevardin Ilindenit në Tetov, në orën 18:30, u ndalua personi me iniciale KA, 25 vjeç, nga Tetova, i cili po drejtonte motocikletën pa patent shoferi. Nga policia bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të përgatiten parashtresa përkatëse ndaj personave.